Faleminderit për ftesën, ju falenderoj juve, stafin juaj dhe publikun e juaj. Dëshiroj të përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame dhe universale. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, bereqeti dhe rahmeti i Zotit qofshin mbi ju, mbi familjet e juaja dhe mbi çdo shqiptar kudo që është ai. Dëshiroj edhe juve që ju uroj festën e Fitër Bajramit me atë thonjen popullore për Haj Bajrami e priç edhe shumë tjerë. Po, kjo ka lezet, kjo thonja popullore për Haj Bajrami definitivisht është shumë e bukur kur e ndëgjon. Besart Berisha është bashkë me neve, i cili e nisi edhe këtë edicion me ilahi, është pikrisht kjo që ndoshta e ka edhe pasion këndimin e ilahive, e ka përditshmëri, e shohim shumë aktiv në këtë pjesë, e që sot do të flasim për këtë, por jo vetëm. Besart fillimisht më trego që shkalove këtë muajin e Ramazanit, muaj ku sigurisht është i sakrificës mbi të gjitha, po edhe një muaj që na bashkon. Unë e thëmë kështu sepse ndoshta në këtë muaj gjejmë se cili kohë që të bashkohemi, të takohemi me familjar, me meqë, të bëjmë iftar, kështu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashtu si që the, Ramazani me të vërtet është muaji i bashkimit, muaji i sakrificës, mirë po nuk është vetëm kjo, Ramazani është një muaj aq më i madh. Ka aq shumë mirësi, saqë çdo kush që mundohet të llogarisë gjitha mirësitë që i ka muaji i shenjtë Ramazanit, nuk mund të arrijë gjitha për shkak se ka aq shumë. Një ndër mirësitë më të mëdha të muajit të shenjtë Ramazanit është që mua më pëlqen më shumëti, është bashkimi i familjes. Sot në jetën tonë, dinamikën e përditshmërinë tonë, me të vërtetë familja nuk është ajo cila duhet me qenë. Ndërsa në Ramazan ndodh ajo që mua më pëlqen më shumëti, ku familja bëhet së bashku dhe hajnë bukë së bashku. Qëllimi nuk është ndoshta buka tek uria, tek etja, por qëllimi është të kalojmë momente të bukura së bashku. Gjithashtu është edhe muaji i sakrificës. Ramazani në popullin tonë është diçka që njihet, për shkak se gjithë agjerojnë. Agjerojnë edhe ata që kanë moshë shumë të re, ata edhe që kanë moshë shumë të vjetër. Saqë ndonjëherë na vinë në xhami persona të cilët janë moshë të vjetër dhe thonë doktori më ka thonë mos agjero, se nuk është mirë për ty, nuk e ke moshën, e ke një shëndet pak më të brisht. Po, janë me barna, kanë obligime shëndetësore. Gjanat ndryshme, por prapë se prapë derti i tij, pyetja e tij thotë, "Të lutem, a ka mundësi me agjeru? A ka mundësi dikush m'ia bë me agjeru?" Për shkak se e pret me një shumë një ndjenjë të madhe, mendje e pret Ramazanin. Po. Edhe prandaj është një muaj i cili domethënë njihet për gjithëve. Kuptohet, domethënë populli jon ka arritur me bën një organizim shumë të mirë për muajin e shenjtë Ramazanit. Është bërë diçka traditë. Pra kemi edhe iftaret, për shembull, tradicionale, ku çdo vit kemi iftare që domethënë janë të njëjtit. Mandi nuk diskutohet sa do të kemi iftare, por vetëm caktohet data se kur do të kemi iftaren. E këto janë disa mirësi të mëdha që i ka muaji i Ramazanit, të cilët nuk i kanë muajt e tjerë. Edhe kohët e tjera. Po. Po, vazhdo. Jo, vazhdo. Po, të përbojnë atë debat kështu së bashku për shkak se është edhe Bajrami dhe muhabet, domethënë muhabet me dashuri. Pikërisht, muhabet që më na kuptuar edhe shikuese. Kështu që përbojnë edhe bashkë bisedim. Në Ramazan, gjithashtu, këtë Ramazan, për mu personalisht, ka qenë një më ndryshe për tjerëve. Pse ka qenë më ndryshe? Po për shembull për llogariti për Ramazanit kalum. Unë jam një person që mundohem t'ia dhon hakun aq sa mundem obligimeve mia fetare. Jetës tem fetare. Duke u mundu për shembull para Ramazanit me ndjek tribuna islame, me agjerim, me lexim, me Kur'an, me dhikr, në mënyrë që më koni përgatitur për Ramazan. Në Ramazanin e kalum, e di që kudo që më konë tribuna, kudo që më konë në mexhlisën e i quajmë, domethënë takime ku diskutohet për fe, ku më thonë e pas në pak problem për shkak se në Ramazanin e kalum ato mësimet të cilat i ko marrë, nuk kam qenë në nivelin e duhur me praktik. Ndërsa këtë Ramazan, çdo tribun, çdo ligjërat që e kam dëgju, ku më thonë qitonë e mirë jam, s'kam nevojë diçka me bën ndryshim. Kështu që jam konë më i lirë me shiju më shumë Ramazanin. Po, pra i ke kthy mësimet edhe në praktik këtë muaj. Mirë shumë. Pas Ramazanit, e dim që është festa e Fitër Bajramit, apo që shithojmë ne në popull kështu Bajrami madh. Po. Çka simbolizon kjo festë? Themi kështu, ndoshta edhe për juve personalisht si e pritni këtë festë, sepse po ashtu Bajrami është një festë që ndoshta ka ndryshu me vite, realisht festimi i kësaj feste dhe në përgjithësi, po prapë se prapë kanë betë këto traditat, themi,
të fesë, mirë po edhe traditat shqiptare, bashkimi, me u taku, me shku me bo bajram, me falë bajramin fillimisht, gjithë zbashko, kështu që i ka disa tradita që ndonë se po mundohen mu ndryshu me kohën prap po mesin. Ka rastësis një ndodhi shumë i mirë këtë bajram, sot jemi në ditën e tretë bajramit është ditë e diell. Dita e parë e bajramit ishte ditë e gjumon. Sa bukur ditë e mirë. Pse? Jemi qenë në mëngjes, namazën e sabat, kemi shku në xhami. Xhamia ka qenë plot, siç është tradit në xhamit tona shqiptare, ku mbushen plot, e jo vetëm xhami, po edhe në borën e xhamis, për shembull ku vijon nga klina deri në rrugë, për shkak se nuk ka hapësinë të mjaftueshme as o borë xhamis për xhamatin. Por është një pamje aq e bukur kur e shet gjithë që ardhmë me fal namazën, edhe namazën e sabatit, mirë po edhe namazën e Fitr Bajramit. Po dita e parë e Ramazanit ishte edhe xhumo. Fill mas namazit sabatit është namazi i drekës. Mirë po ditën e premte kemi të xhumon. Dhe prapë ishte xhamia full. Ishte plot njerëz. Ishte një diçka që muslimani ashtu e shijon. Pastaj kuptohet namazi i ikindis, akşamit yatsis, më pak për shkak se ishte bajram dhe gjithsesi duhet vizitat familjare kështu me radhë.